Rrugët se thuajse ishin të bllokuara nga uji, e sidomos në disa pika kritike ku zakonisht grumbullohet uji pas shirave të rrëmbyeshëm, dhe disa qytetarë që me vetë iniciativë pastrojnë gjethet që kanë zënë kulluesit e ujrave të zeza dhe të shiut, ishin pamjet nga rreshjet e shiut sot në Shkup. Për shkak të rreshjeve të shiut dhe grumbullimit të ujit, qytetarët e kenë kujdes të shtuar gjatë vozitjes, apelojnë nga qendra për menaxhim me kriza, ndërsa shtojnë se ekipet janë në terren dhe po punojnë aktivisht për kapërcimin e situatës e krijuar. Qendra për menaxhim me kriza u bën apel qytetarëve të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë lëvizjes nëpër rrugë dhe të shmangin qarkullimin drejt pjesëve të prekura të infrastrukturës rrugore. Për shkak të rreshjeve të pandërprerja të shiut dhe errave me intensitet të lartë që kanë tejkaluar kufijtë e sigurisë, nga qarkullimi publik i Shkupit njoftuan se është ndërprerje dhe qarkullimi teleferikut për në malin Vodno. Ndërmarrja publike për rrugë dhe rrugica njofton se deri tani nuk është paraqitur ndonjë rast për rrugë të bllokuara, përveç sasive të ujit të grumbulluar në disa vende, sidomos në nënkalimet rrugore. Sipas lidhjes Automoto, trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, përveç rrugëve me lagështi. Kërkohet kujdes i veçantë dhe respektimi i rregullave të komunikacionit gjatë vozitjes, dhe veçanërisht në rrugën nëpër Lugina, Lugina Lumesh dhe Gryka ku ekziston mundësia rrëshqitjes së dheut.